Unë sot do të shkoj në një ditëlindje dhe kam bërë këtë make-up dhe do t'ju tregoj tutorialin. Për vetullat do të provoj një laps të ri, që është kështu me këto format që e bën vetullën si fije natyrale. Tani po i bëj dhe pak me gel vetullat që të më rrin kështu në formë. Jam fiksuar të bëj atë latte make-up dhe do vendos pak korrektor tek pjesa e pasme e dorës dhe do ta vendos në sy. Pra nuk do i vijëzoj vetullat ashtu siç bëj gjithmonë, thjesht do vendos pak korrektor që ta përdor si bazë. Latte make-up me sa kam parë unë ka thjesht tonë kafe e sysh, kështu që do të bëj diçka shumë të thjeshtë. Me këtë paletën do të marr këtë ngjyrën më të errët, pa ditë, dhe do ta vendos në të gjithë kapakun e syrit. Tani nga kjo paleta këtë ngjyrën prap më të errët dhe do ta vendos vetëm tek pjesa e fundit e syrit dhe me forcë thjesht e blendoj. Tani për mos të dukur syri kaq i errët, për të duket kështu, do të marr këtë ngjyrën dhe do ta vendos sipër këtu për të zbehur pothuajse fare ngjyrën, sepse nuk më pëlqeu aq e errët. Shikoni sa mirë u rregullua pa pasur nevojë të fshije fare syrin. Tani unë po mendoja të vendosja këtë ditën këtu, po jam bindur se do më dali shumë e errët dhe do vendos këtë ditën këtu, vetëm në pjesën e përparme të syrit, kështu. Tani unë dua të bëj një penel të sfumuar, por s'dua të vendos ngjitës, kështu që do përdor mjetet më rrethanore që kam. Dhe kjo ishte zgjidhja më e shpejtë. Tani është koha e bazës, do vendos vetëm një krem hidratues dhe asgjë tjetër. Për fondatinë do përdor këtë fondatinën nga OG. Nuk e di nëse e bëj vetëm unë, po sa herë kam për të shkuar diku dhe më duhet që ta kem fytyrën e pastër, maksimumi 1 orë apo 2 orë para, filloj dhe ngacmoj gjithë fytyrën dhe bëj pika të kuqe. Dhe po thoja ç'a ndodhi që më bë kaq e errët fondatina, kam përdorur forcën e bronzerit. Për të bërë konturet do miksoj dy ngjyra dhe në fillim do përdor këtë ngjyrën më të hapur. Dhe tani me këtë forcën e vogël që është pak më precize, do vendos aty ku e dua fiks që të jetë më e errët si ngjyrë. Dhe tani që kjo të blendohet super mirë, i hedhim vetëm pak setting spray. Ato përdorin blash portokalli dhe unë çuditërisht gjeta një blash mini që kisha aty. Po përdor dy korrektor, OG 01 dhe 04. Produktet kremoze mbaruan. Do hedh setting spray komplet në fytyrë. Do ta pres të thahet dhe do bëj baking. Tani unë do bëj gati loose powderin dhe do heq pjesën e tepërt që ka pufi. Dhe do marr një sponge ose furçë, do shikoj sipër që të heq të gjitha pjesët e krisjes së korrektorit dhe do t'i bëj direkt set. Vendos pak bronzer pluhur. Po vendos pak blush pluhur portokalli, po mora shumë. Të marr pak pudër kompakte dhe ta vendos kështu që t'i heq këtë pigmentin këtij blushit, se nuk e mendova që kishte kaq shumë pigment, kisha shumë pa e përdorur. Unë përgjith pak çerpikët dhe do i pres pak që të thanë derisa kjo të bëhet transparente. Po kam bërë një budallik. Kam veshur hoodie dhe si se do ta heq hoodien pa prishur fytyrën, make-upin, se flokët nuk kam rregulluar akoma, nuk e di. Dhe do ta provoj pak, sa nuk kam vënë akoma çerpikët që të mos prish dhe çerpikët. Tani pasi kam vendosur çerpikët, do marr përsëri këtë ngjyrën e errët dhe do ta vendos te pjesa e poshtme e syrit për ta bërë ngjyrën pak më të fortë. Do vendos në një shkëlqyes buzësh. Dhe rezultati është ky, shpresoj shumë që make-upi t'ju ketë pëlqyer. Unë do rregulloj dhe flokët, besoj se do t'i kap bisht ose gjysmë bisht, kështu siç e kam, thjesht do t'i rregulloj më mirë. Dhe mos harroni të bëni like dhe follow në accountin tim të ri.